Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Monitor TV për të ndarë lajmet më të fundit. Do të flasim për Jozefin Markun dhe Loredana Bratin. Në fakt që në natën e mbrëmshme, apo thënë shkurt ka 2 net që Loredana Brati është përfolur shumë, shkaku sepse Mozik e ka patur martesën e vllaut dhe kanë qenë shumë të përfolur realisht, a ka qenë me Loredana prezente, a nuk ka qenë prezente, dikur u komentua shumë afrimitetit tyre, pse mbeti pezull kjo histori, pse nuk e foli kur Loredana, në të vërtetë çfarë ndodhi me to. Tani fillimisht njëherë Loredana Brati është komentuar shumë për qëndrimet e saj në raport me lidhjet. Loredana ka treguar që ka një afrimitet të afërt me artistin në fjalë dhe nuk ka patur një lidhje. Unë mendoj që e gjitha ajo lëvizja ndodhi vetëm për klikime, nuk ishte një lëvizje që në fakt do të sillte një marrëdhënie apo do të sillte një histori dashurie. Tani, a kishin pika të përbashkëta? Unë mendoj që Loredana është natyrë që bën me të gjithë, nuk ka nevojë që të hulumtojnë për shembull për Loredanën, është tipi që bën me të gjithë njerëzit, domethënë është e afërt, është pozitive dhe unë mendoj që Loredana është natyra që vetë i krijon pika të afërta, por nga informacionet që unë kam arritur të siguroj, Loredana nuk ka patur gjë me artistin në fjalë. Fansat normalisht do të komentojnë, do të sjellin lajme të ndryshme, duke shkruar tituj të mëdha që për shembull Jozi e ndjek Loredanën, akoma e do, këngët shkojnë për Loredanën, Loredana merret me Mozik. Unë mendoj që Jozi dhe Loredana kanë mbyllur rrugtimin e tyre. Nga ana e Jozit edhe mund të ketë një pëlqim, sepse Loredana është vajzë pozitive, siç e thash, dhe është e pranueshme në të gjithë shoqërinë, domethënë meshkujt mendoj që e preferojnë femrën e Loredanës, sepse ditë të dhuroj vërtet energji të mirë dhe ditë na bëj për vete, ndërsa tek Jozi nuk e shikoj që ka Loredana ndonjë pëlqim për Jozin. Shkaku sepse Loredana e mbylli vetë këtë kapitull dhe filloi që ta ironizon Jozin. Loredana kohëve të fundit ka qenë aktive në Instagram, domethënë kujdeset jashtëzakonisht për veten, ka qenë pjesë e shumë mbrëmjeve ku ka qenë e ftuar nga miq të afërt, personazhe publik ku Loredana ka shëndritur, por nuk është se ka ndonjë të re në jetën edhe në marrëdhënien e Loredana Brati. Domethënë, të gjitha që fliten janë thjesht hamencime, thashetheme dhe pikpyetje që kanë të bëjnë me Loredanën. Dua të marr mendimin tuaj si e shikoni ju Loredanën dhe përditshmërinë e saj në rrugtimin e jetës tashmë.